qytetarët nuk kanë nevojë për fjalë, por kanë nevojë për punë, dhe bazuar në përvojën time që e kam, mendoj që duhet me adresu këto probleme, kryesisht janë në fushën e arsimit, fushën e teknologjisë, fushën e zhvillimit, dhe duke pas parasysh numrin e nxënësave, fëmijëve që ne kemi në Kosovë, të cilët përpara 12 viteve do të vinë në tregun e punës, se që gjithsej janë dikon 250.000 fëmijë nga mosha 6 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare. Pas një përvoje të gjatë në fusha të ndryshme se në arsim, industri, teknologji, në menaxhem, mendoj që jam njëri prej profilëve i cili mundet me sjell risi në skenën politike, edhe pse unë kam qenë më herët në pozicion të ministrit. Do të thonë mirë, po mendoj që sjell diçka të re dhe mendoj që duke bazuar këtë përvojë mund me dhënë kontribut shumë të madh në zhvillimin e këtyre proceseve. Na kemi plan, kemi strategji, kemi fokus, jemi njerëz që e kuptojnë këtë punë dhe mendoj që me qeverisjen e Bedri Hamzës dhe me ekipën që ai e ka, që ne jemi afër tina, mendoj që kemi shumë të shty këto procese përpara. Do të thonë është plan i cili është një strategji, është një program i cili është publik dhe cilin mendojmë që në bazë të përvojës që ne e kemi, mundemi me shty përpara dhe me realizu këto qëllime që na kemi.